Përshëndetje njerëzia dhe i njoki që unë përgatita për sonde. Nuk janë i njoki me patate, janë i njoki ndryshe. Të konsumojmë gjërat që na kanë mbetur në shtëpi dhe është gjëna që ti hedhësh. Si për shembull bukën, kur është tarë një qik dhe s'ke që i ben. Atëherë këtu kam përgatitur salsën, kam hedhur 2 thelpinj urdhre dhe kërcedhin e majdanozit. I kam skuqur pak, pastaj i kam shtuar salsën, kam shtuar 2 shishe me salsë të vogla. I kam shtuar dhe të themi një gjysmë ujë, se nuk ishte nevoja që të... Thjesht kam bërë një salsë shumë të thjesht pa asnjë gjë, ka pasur as qep nuk i hodha, as se kështu ishte receta kur unë e pash. Dhe nuk kishte shtesë që t'hidhje diçka tjetër. E kam lënë që të ziej me zjarr të ulët. Këtu kam përgatitur, ja si që shikoni, kam prerë bukën edhe kam regjur me qumësht të ngrohtë. E trazoj mirë që të vi formë kremi. Buka e gjithë, që të zbutet e gjitha. Ja, shikoni se e bëra, kam hedhur 2 kokra vezë. Kam hedhur djathë të grirë. Djali im ande ma tam për los PlayStation edhe kam hedhur dhe pak fare miell për të lidhur atëja, të themi, bukën. Thash disa njerëz mund të më kritikojnë për këtë, po që unë e pash edhe është recetë italiane. Gjithsesi, unë i njokit i bëra njësoj. I kam prerë me këtë që është për torta të themi. Edhe ja si i kam bërë. Nuk i bëra shumë të vogla. Dhe i kam hedhur në ujë me kripë dhe me vaj që i dhash zjerjen, i kam lënë që kur ato vinin lart, unë i hiqem dhe idem tek salsa. Kur ngriheshin të gjitha lart njokit që unë kisha përgatitur. Dhe ja si i kam bërë. Kanë ardhur sa të mëdha sa të vogla, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që ato u bën të shishme. Kur ne nuk duam që të hedhim gjërat poshtë, konsumojmë gjërat që kemi në shtëpi, edhe kështu bëjmë dhe një darkë të mirë për familjen tonë. Është gjëna që të hedhim gjërat poshtë, se i blejmë lekë, me zi punojnë. Edhe ja, i kam lënë dhe 10 minuta që zihen me salsën. I kam hedhur dhe djathë të grirë, edhe ja si dolën. Tani i kam hedhur në përpjate, i kam vendosur në përpjate. Kush ka dëshirë t'i provoj, në manat e vërtet dolën super. Kishim marrë një shije si kur t'i ishin, që të themun, me mish. Nuk e mendoja që do t'i bëja dhe shpejt, se më dha dhe një dorë burri që më preu bukën. Këto janë gjërat qasti dhe për të boshuar ato frigoriferet apo kanatat e kuzhinës me gjëra për shembull që duhen konsumuar me se s'ben se po si konsumove, detyrimisht pastaj do vi momenti që ti do t'i hedhësh poshtë. Unë sa e pash recetën thash se unë bukën kur thahet edhe e griqe e bëj bukë kështu për të bërë pastaj jo kotoleta, gjëra këto me krarorin e pulës. Kjo është pjata e Elianës,
se ajo nuk ka shumë detyrimisht. Vërtet mbetën një qik në digan, po jengi pastaj të tjera djali me gjithë burrin. Kjo ishte darka jon, o njerëz të mirë, thash nuk e di, disa mbas edhe do më kritikojnë, po nuk ka problem, neve na pëlqyen, më ndiqni nëse